Doktor Halili, doja që ta vazhdonim bashkë, duke qenë se ju jetoni në Poloni dhe Polonia është më afër se të gjitha këto vende që ne vizituam, edhe vendet balltike janë aty sigurisht. Por si e vlerësoni ju këtë qasje të Pentagonit për të përparuar me idenë e dërgimit të raketave Tomahawk. Dhe jo vetëm të Tomahawkut, por ndoshta kjo ndihmon edhe aleatët që të jenë më të guximshëm në dërgimin e raketave edhe të formave të tjera që ata disponojnë. Pra po shtohet ndjeshëm në këndvështrimin tuaj presioni ndaj presidentit Putin? Po nis ka një fakt pak biografik. Në radhë të parë njihem me Ermalin këtu 24 vjet, kur jemi njohur në Varshavë, dhe kështu që jam i kënaqur që jemi sot të dy bashkë në këtë panel. Ermal, përshëndes. Së tyti, unë jetoj jashtë Varshavës, pranë dy autostradave kryesore që lidhin Varshavën me lindjen, me Ukrainën, dhe ju siguroj që dhe pranë një sekurudhore që lidh po ashtu Varshavën me Lublinin, më tej me Hrubieshu, ku spika kufitare që lidh Ukrainën sot me Poloninë, dhe kjo është habi kryesor, gati 70% të ndihmave ushtarake dhe humane që shkojnë drejt Ukrainës pikërisht nëpërmjet këtij habi. Dhe ju siguroj që çdo mbrëmje janë kolona të tëra makinash të rënda të cilat transmetojnë ndihmë nga Polonia apo nga vendet tjera drejt Ukrainës. Dhe nga pikëmerrja e Polonisë, kjo gjë që ofron Pentagoni një fakt i mirë pritur, i cili do të sjellë ndoshta një presion pak të madh mbi Rusinë, por unë besoj ndoshta edhe një mbështetje më të madhe në Ukrainë. Sepse do të kthehemi pak tek gjëja më kryesore, pra se nuk bëhet kjo luftë, atëherë ajo bëhet për arsye rrite imperiale, për të siguruar burimet të rralla në Ukrainë, për prerë Ukrainës krahët e zhvillimit, për ta hequr nga destabilizimet e tjera për të gjitha këtyre që ne i dimë. Dhe Putini këtë gjë nuk e ka arritur akoma. Kështu që nuk besoj se do të tërhiqet. Të gjithë punonjtë janë të dishëm që dhe në Evropën qendrore të paktë energetike, që rreziku i Rusisë është një rrezik imanent për aq kohë sa në krye të shtetit rus do të jetë sa dhe më tej, kjo që nuk e di, nuk do të spekuloj. Kështu që ky fakt, pra fakti i mbështetjes më të madhe të Ukrainës, shitet nga vendet e Evropës qendrore me presion të Hungarisë, si një hap i mirë për të mbështetur Ukrainën se sa më tepër të mundur Rusinë. Qartë. Këtu jemi të gjithë të bindur që as Rusia nuk është kaq e fortë sa të prezanton veten si kur është fortë, por nuk është aq e dobët sa të shohim ne që apo duam ne që vetë të jetë e dobët. Pra ka një diskutim të brendshëm. Ndërkohë është i qartë edhe fakti tjetër që asnjë nga vendet e Evropës qendrore nuk do të dërgojë ushtarë në Ukrainë, as Polonia, por do të mbështesin me të gjitha mundësitë e mund e tyre që presin Ukrainës. Është një luftë që Ukrainë do të mbrojë Poloninë, Lituaninë, Letoninë dhe Estoninë. Pra kjo gjë duhet qartë nga pikpamja politike e ekonomike këtu në Poloni.